Ne jemi vend i ri dhe si vend i ri nuk mund të arsitohemi vazhdimisht se tash jemi të ri, por është problemi se kemi dhënë në formë garancionet tona se do të jetë të përkushtuar për një Kosovë të qëndrueshme, një Kosovë stabile, një Kosovë që do të jetë faktor i rëndësishëm me potencialet e saj në nivele edhe rajonale dhe ndërkombëtare, dhe një Kosovë që me dignitet do të arsyetojë thjesht edhe njëjët e shumta ndërkombëtare dhe të presë edhe njëjët tjera që duhet vinë, për arsye shumë thjesht se ka vazhdimisht insistime, përpjekje edhe veprime për ta minuar këtë ecje të Kosovës, me gjithë pengesat objektive që kemi edhe lëshimet tona që janë prezente her pas hersh në sistemet të caktuara, dhe si e tillë natyrisht të ketë një ide të kompletuar, pra një identitet plot si vend që aspiron me bazë integrimet në proceset euroatlantike dhe një diçka që është tepër e veçantë është ajo pjesa që nganjëherë kemi parë qasje jo krejt racionale të mbajtjes të një kursi të miqësisë, flas jo vetëm si kurs politik, por flas si esencë, si përkushtim shpirtëror të miqësisë me vendet e rëndësishme që kanë qenë partnerët Kosovës, që kanë mbështetur Kosovën dhe kanë kontribuar për Kosovën e pavarur, pavarësimin e saj në radhë të parë dhe qëndresën apo qëndrimin e saj si një subjekt i ri ndërkombëtar në kuadër të shenjës përgjithshme. Kosova ka mbyllur çështjen statusore të saj. 2010 që konsideroj që është pika kulmore për mbylljes me vetë vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, dhënies përgjegjës nga ana e saj në atë pyetjen që ka bërë ish ministri i jashtëm i Serbisë Jeremić dhe vetë shteti serb. E dyta është strategjia e Kosovës që unë mendoj se në rastet caktuara nuk ka qenë krejt adekuate krahas proceseve të cilën e kam përcjell, veçanërisht me një proces të negocimit apo të dialogut të ri, i cili ka pas qëllimin flas nga ana e Serbisë të hyjë në pjesën e shembjen e strukturës shtetërore dhe vetë kualitetit saj apo subjektivitetit Kosovës që ju e thatë pak më herët, me përpjekjen për ta cilësuar dhe për ta trajtuar dialogun si një diçka që fillimisht ka të bëjë me relaksin e marrëdhënieve mes dy vendeve, po esencialisht sipas ambicieve të Serbisë ka të bëjë me prishjen, kompromitimin dhe degradimin e proceseve të arritura deri në 2010-shën, si pikë, them, e një ndarje të etapave të zhvillimit tonë. Dhe treta, unë them se duhet pas kujdes të veçantë, dhe këtu pajtohem plotësisht, secila nga elitat politike që gjenden në pushtet, të ketë një përgjegjësi kulmore në krahasim me detyrat që e presin, në krahasim me temat. Unë mendoj se ka situata të nganjëhershme, të cilat si të tilla kanë lënë për të dëshiruar më tepër, posaçërisht relacionet me miqt e Kosovës, që i quaj miq në kuptimin më të plot fjalës Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet kyçe të Bashkimit Evropian, dhe nuk është e preferuar. Unë mendoj që nganjëherë të kemi edhe qasje të cilat ka përcejnë përtej majtjes së një kornize apo një boshti të rëndësishëm vertikal të kësaj ecjeje. Esencialisht mendoj se pikërisht temat që janë shtruar në fazat e mëhershme dhe më vonë, posaçërisht këto prej takimit të Ohrit dhe Këndej, ka shumë çështje që duhet të shikuar me kujdes veçantë. Unë mendoj se mund të jetë një bazë e mirë, siç thuhet në formulë, marrëveshja e Ohrit apo ato provizionet që janë dhënë me Ohrin, si një iniciativë franko-gjermane, pastaj mbështetur nga Bashkimi Evropian, po edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por të shikohet detalet e veçanta të cilat deshëm apo s'deshëm nga këto të mëvonshmet, shohim se ka aty këtu çështje të cilat duhet studiuar shumë thellë.